Big Brother Kosova, puthja që ndryshoi gjithçka, lindja e çiftit Dolce Limi në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo ditë është një provë durimi, strategjie dhe emocionesh të papërpunuara, ka momente që ndahen nga të tjerat. Momente që nuk janë thjesht skena televizive, por kthesa që ndryshojnë rrjedhën e lojës, marrëdhëniet mes banorëve dhe perceptimin e publikut. Një nga këto momente ishte padyshim puthja e parë mes Dolces dhe Limit, një çast që shënoi lindjen zyrtare të një çifti të ri brenda shtëpisë së famshme, pas ditësh tensioni, xhelozie, pasigurisht dhe afrimesh të kontrolluara. Ajo që dukej se po zihe brenda dy personazheve më të komentuar të momentit. Më në fund doli në sipërfaqe. Puthja nuk erdhi si një skenë e zhurmshme apo e shtirur për kamera. Përkundrazi, erdhi natyrshëm, në një moment qetësie, ku fjalët nuk mjaftonin më për të shprehur atë që ndjenjat kishin ndërtuar ditë pas dite. Dolce, e njohur për temperamentin e fortë, xhelozinë e hapur dhe sinqeritetin emocional, kishte kaluar një rrugë të gjatë për të arritur në këtë pikë. Ajo e kishte shfaqur prej kohësh afrimitetin ndaj Limit, por gjithmonë me frikën se mos ndjenjat e saj nuk ishin të ndërsjella, ose se Limi po qëndronte në një zonë komoditeti pa marrë një vendim të qartë. Çdo afrimitet i tij me Alban apo çdo paqartësi ndaj Bias kishte qenë për Dolcen një plagë e vogël emocionale, që grumbulloi dita ditës. Nga ana tjetër, Limi ishte personazhi enigmatik. I qetë, i matur, shpesh i rezervuar në reagime, ai dukej sikur po luftonte me veten, mes ndjenjes reale për Dolcen dhe frikës për t'u ekspozuar emocionalisht në një lojë ku çdo ndjenjë analizohet, gjykohet dhe përdoret kundër teje. Ai kishte qenë në qendër të vëmendjes, shpesh pa e kërkuar vetë, dhe kjo e kishte bërë edhe më të kujdesshëm, por si çdo ndjenjë e vërtetë, edhe kjo nuk mund të mbahej e mbyllur pafundësisht. Puthja ndodhi në një moment intim, larg zhurmës së debateve dhe syve të drejtpërdrejtë të banorëve të tjerë. Një vështrim i gjatë, një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Dhe pastaj një afrim i ngadalshëm. Nuk ishte një puthje e nxituar apo e imponuar, ishte një puthje e ndjerë, që dukej sikur kishte qenë duke pritur prej kohësh të ndodhte. Në atë çast, gjithçka ndryshoi. Dolce nuk ishte më thjesht vajza xheloze që kërkonte siguri. Ajo u shndërrua në një grua që mori përgjigjen që kishte pritur. Ndjenjat e saj nuk kishin qenë një anshme. Limi, për herë të parë, la të binte mburoja e tij emocionale dhe tregoi qartë se ishte gati të hynte në një lidhje të vërtetë, edhe brenda një loje kaq të ekspozuar si Big Brother. Reagimet nuk vonuan. Banorët e tjerë e kuptuan menjëherë se diçka e rëndësishme kishte ndodhur. Atmosfera në shtëpi ndryshoi. Bisedat u shtuan, vështrimet u bën më domethënëse, dhe emri Dolce Limi filloi të përmendej si një njësi e vetme. Disa e pan këtë çift si një lidhje të sinqertë, të ndërtuar mbi emocione reale. Të tjerë e pan si një lëvizje strategjike, një aleancë të fortë që mund të ndikojë rrjedhën e lojës, por një gjë ishte e sigurt, ky çift nuk kaloi pa u vënë re. Xhelozitë e mëparshme, sidomos nga Alba dhe Bia, morën një formë tjetër. Ato nuk ishin më në qendër të vëmendjes emocionale të Limit. Kjo krijoi distancë, ftohje dhe një ndarje të qartë të roleve brenda shtëpisë. Tani kishte një çift, dhe kjo gjithmonë ndryshon balancat në Big Brother. Puthja e parë mes Dolces dhe Limit nuk ishte vetëm një moment romantik. Ishte një deklaratë. Një vendim. Një hap përpara në një lojë ku shpesh njerëzit fshihen pas strategjisë për të mos u lënduar. Ata zgjodhen të rrezikojnë emocionalisht dhe ky rrezik i bëri më të fortë, si individ dhe si çift. Për publikun, ky ishte një nga ato momente që e bën Big Brotherin tërheqës, jo thjesht drama, por histori njerëzore. Historia e dy njerëzve që, pavarësisht presionit, kamerave dhe gjykimit, vendosin të ndjekin ndjenjat e tyre. Në vazhdim, mbetet për t'u parë, a do ta forcojë kjo lidhje Dolcen dhe Limin në lojë, apo do t'i bëjë më të prekshëm? A do të jetë ky çift një strehë emocionale apo një shënjestër për banorët e tjerë? Një gjë është e sigurt, me puthjen e tyre të parë, Big Brother Kosova fitoi çiftin e tij më të ri, dhe loja nuk do të jetë më e njëjtë.